sigurisht. Kryeministri duhet të mendoj mirë çfarë thot, sepse ti mund të kesh një mandat për të qeverisur, por nuk ke një mandat për të vjedhur. Dhe kur vjedhjet të dalin hapur, kur dhuna është hapur, siç e pam në Zvërnec, siç e pam dhe me policin tani, kur ke kaq shumë çështje gjyqësore, ti nuk mund ta përdorësh atë mburojën e mandateve si një mburojë që ti duhet të legjitimosh deri atëherë, madje si në çdo fushë të jetës, edhe në punë, ti bën një kontratë, nëse nuk i përmbush kontratën mund ta kesh për 2 vite, nëse nuk e përmbush pritshmëritë e asaj që ti duhet sjellësh, pushohesh nga puna. Dhe populli këtë po i bën, po e pushon nga puna. Çfarë mendimi ke për të ashtu quajturin libri i kuq, The Albanian Files, dhe a është bërë objekt bisede ai edhe jashtë kufive? Patjetër, unë fakt sa e paketova që parë se e bleva para sa ditësh, nga që s'kishte dalë ai PDF-i dhe thash do t'ja çoj spakut si libër, do i them urdhë, ja ku e ke dosjen, bëje punën. Fatmirësisht sot aktivist e quan atë ja quan sot protestuan aty po. E quan fatmirësisht dhe unë do ta kthej librin sepse nuk dua asnjë cent i shkoj kryeministit Rama nga këto blerje tona, sepse ai fiton nga këto gjëra.